ka dështuar vru, nuk e besoj që reforma në drejtësi ka dështuar, ka pasur vështirësitë e veta për t'u implikuar, sepse dhe kreu i SPAK e tha që nuk është terreni lehtë të operosh në Shqipëri për çështje të drejtësisë. Kështu që jemi në këtë pikë që detyrimisht do të afektohet dhe politika. E qartë. Arsita, nga ana tjetër, pyetja e fundit për ta mbyllur këtë çështje, sa të besueshme e sheh se në opinionin publik tashmë po flitet edhe për fundin e një epoke pra brenda Partisë Socialiste, ku disa figura të rëndësishme mund të bien njëra pas tjetrës. Atëherë, kjo në politika, në shkenca politike ne mund ta trajtojmë atë efektin domino, që do të thotë hapja e një çështje mund të çojë në efekt të një pas njëshëm të rënjes së zinxhirëve të tjerë. Pra njëra hallk bën rënjen e gjithë zinxhirit. Por dhe në rastet kur ne flasim për implikime reale, pra nuk kemi çështje konkrete, pra nuk kemi duke folur sot dhe për zonjën Balluku po flasim për po themi një farë mënyre në pa të dhëna të drejtë për drejta edhe të dhëna konkrete. Jemi duke folur në rrethanat e asaj që është thritur dhe akoma është e paqartë se cilat do të jenë akuzat apo për çfarë do tetohet dhe si do të shkojë çështja. Kështu që për aq kohë sa jemi në këto rrethana nuk e dim nëse kjo do të prodhojë efekt zinxhir. Ne kemi një rast dhe gjithmonë kur analizojmë politikën shikojmë rastet. Dhe janë të vetmet që na japin dhëna empirike, dhëna që mund të jenë faktike. Edhe rasti është Zoti Veliaj. Rasti i Zotit Veliaj tregoi që ishin dhe shumë drejtorë të cilët ranë në një farë mënyre në këtë çështje dhe zbardhën ngjarjen për të shkuar tek kreu dhe tek drejtuesi i Bashkisë Tiranës. Pra, a është ky rasti i ngjashëm? Ne kemi parë që edhe disa zyrtarë të tjerë, të cilët dhe drejtorë të ministrisë si infrastrukturës apo të tjerë bashkëpunëtorë të zonjës Balluku janë thritur, por a do të prodhojë kjo efekt zinxhir kur flasim për individ që janë drejtues të nivelit të lartë, nuk flasim për nivel drejtori apo drejtorit të përgjithshëm, pra funksionar. Por ne po flasim që a do të çojë kjo në efekt zinxhir të niveleve të larta. Sepse qeverisjen dhe nivelin e qeverisjes e afekton në momenti kur cënohen individ që mbajnë peshë të lartë politike dhe që janë drejtues të qeverisë. Kështu që do ta shikojmë se kjo do ta prodhojë efektin zinxhir dhe nëse ka implikime të tjera që ka qenë goxha e vështirë për të shkuar në degëzimet dhe në rrënjët e çështjes në këto raste, sepse e dim që patjetër mund të ketë edhe interferime, ndërhyrje apo ndikime të tjera që nuk lejojnë që çështja të zbardhet në 100%-shin e vet, por le të themi që po bëhet një punë me efikasitet, me efektivitet dhe kryeministri Rama u prononcua që drejtësia le të bëjë punën e vet, të bëj atë çfarë ka për të bërë dhe patjetër që edhe nëse kjo do të afektojë zyrtarë të qeverisë së tij, ai është gati për këtë reformë në drejtësi dhe kjo i shërben procesit integrimit dhe hapjes negociatave që ne kemi ndërmarrë si iniciativë dhe si nismë, si qeveri dhe si shtet. Qartë. Mirë, Arsita, një tjetër çështje është se kryeministri Edi Rama ka shpallur dhe mandatin e rritjes së përvitshme të pensioneve, duke premtuar këtu pra se çdo vit pensionet do të rriten me një formulë të re që kombinon bonusin dhe indeksimin. Por pyetja që shtrohet është se përtej këtyre shifrave nominale, sa realisht mund të ndihmojë kjo rritje pensionistët, pra duke pasur parasysh edhe çmimet e larta të cilat ata përballen, por edhe qërat e larta që ndodhen në të gjitha zonat. Atëherë, unë mendoj që impaktin e parë ka patur kjo politikë dhe kjo vendimmarrje e qeverisë për faktin që në këto zgjedhjet e pjesshme ne pam që grup mosha më pjesëmarrëse në zgjedhje ishte grup mosha e dytë dhe e tretë, pra mosha e tretë më të shumti, pra grup mosha e pensionistëve. Dhe patjetër që si politike ka patur impaktin e drejt për drejt tek ky target group dhe tek targeti i pensionistëve. Bonusi ka qenë real dhe bonusi është aplikuar që në vitin e shkuar me dy fasha, pra e para ka qenë e qershorit dhe e dyta ka qenë e dhjetorit dhe kjo ka qenë reale. Por duhet thënë që politikat e pensioneve dhe indeksimi i politikave të pensioneve është nga gjërat më të vështira në politikat sociale.
për faktin që në një farë mënyre nuk ka kthim të ardhurave, po ka dhënje të ardhurave. Dhe kjo në të gjithë politikat ekonomike afekton në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë e një vendi. Dhe jo për të qenë në krah të qeverisë apo për të thënë se kryeministri ka të drejtë, por këtu nuk të pika realisht të drejtë për një fakt që është shumë e vështirë të rrisësh pensionet. Është një nga gjërat më të vështira kur nuk kemi, po themi rritje të shumë të madhe dhe galopante ndoshta të ekonomisë apo rritje të konsiderueshme të ekonomisë dhe GDP-së së një vendi. Dhe kur jemi në kushtet që Shqipëria nuk është se ka nivelin më të mirë të mundshëm të rritjes ekonomike, e kemi shumë vështirë dhe që të në një farë mënyrë të aplikojmë indeksime të këtyre politikave që unë do t'i konsideroja politika ekonomike të ngurta. Pra, të ngurta që do të thotë nuk janë fluide, nuk prodhojnë kapital, nuk prodhojnë para. Dhe duke qenë kjo, atëherë jemi në pikën që shumë e vështirë që të rriten pensionet. Por unë kam besimin që kjo do të jetë një masë reale, kjo do të jetë një masë reale jo vetëm për pensionistët, por do të jetë edhe për grupet e marginalizuara, do të jetë për grupet në nevojë, për personat me aftësi të kufizuar, për njerëzit që janë në kemp, për njerëzit që ka nevojë për suport social dhe të vendosim një minimum jetik, të vendosim pagat mesatare dhe minimale në ato standarde që i kërkon dhe Bashkimi Evropian, jo për të qenë ne në lartësinë e vendeve më të zhvilluara brenda Unionit, si Gjermania, Franca, Holanda e tjerë, por nga ana tjetër ne duhet arrijmë një lloj standardi për publikun, për njerëzit dhe për të mbështetur me politika sociale të mirëfillta qytetarët. Jo për ta bërë këtë si fiktivitet, por këtë për ta bërë reale. Dhe unë gjykoj se në këtë pikë do të jetë reale, sepse është realizimi i standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Dhe mendoj që çdo masë që do të ndërmerret nga qeveria, nga ky moment deri në 2027 do të jenë masa reale, pavarësisht kostos që kjo do të ketë. Pasojat dhe kostot do të ndjehen mbas hapjes negociatave dhe mbas procesit negocimit që ne do të bëjmë pjesë e Unionit. Dhe patjetër që pasojat dhe ekonomike do të ketë. Është do të thotë ta trajtojmë si të duam, procesi i integrimit do të sjellë detyrimisht rrjedhoja dhe kostot e veta ekonomike për vendin. Mos flasim pastaj kur të kemi ndryshimin e monedhës që ajo do të sjellë kosto të tjera shumë të mëdha dhe do të kërkojë rritje të pagave, të pensioneve dhe patjetër edhe masa të tjera të politikave socio-ekonomike. Qartë, mirë, Arsita, për të mbyllur sepse tashmë jemi në fund, dhe rritja e pagës minimale pra në 500 euro mund të duket disi pozitive për gjithë, por a mund të shtyjë kjo bizneset e vogla drejt informalitetit edhe reduktimit të punonjësve nga ana tjetër? Edhe mund të ndodhë, por tashmë është ndërmarrë një aksion kundër informalitetit, e cila do të ketë besoj masa shumë të forta, sepse do të kërkohet një ndikim dhe një monitorim shumë i lartë i informalitetit që është kërkuar më parë, sepse ekonomia do të jetë e pamundur për ta përballuar në këto terma gjithë të masas ekonomike, sociale dhe politike që do të ndërmerren, por edhe të legjislacionit. Por jo legjislacioni në një farë mënyrë nuk e afekton në mënyrë të drejtë për drejtë, por implikimi i diellës, inteligjencës artificiale, formave elektronike të menaxhimit për afrimit të legjislacionit do ketë kostot e veta. Nga ana tjetër, informaliteti do të monitorohet shumë që se sa është monitoruar më përpara, në mënyrë të tillë që të kemi standardizim dhe mbrojtje me ligj në mënyrë të tillë që të mbledhim taksat, sepse nga do t'i gjenerojmë këto të ardhura. Do na duhen më shumë taksa dhe këtu informaliteti do të marrë një goditje, mendoj, shumë më të madhe se sa ka marrë më parë. Nëse bizneset më parë nuk i futemi informalitetit asaj paras që pastrohet, do të nuk do futemi aty. Por ne do të qëndrojmë tek informaliteti në ezëm. Po të marrë shembull, në rrjetet sociale, në media sociale, në platformat sociale ushtrohet informalitet. Dhe ne kemi parë, ne blejmë produkte dhe këto produkte na vijnë pa faturë tatimore. Që do të thotë këto biznese nuk tatohen. Mendoj që në vijim do të ketë aksione për t'i tatuar edhe do të ketë formalizim të gjithë tërësisë, sepse ekonomia do të jetë e pamundur për ta përballuar me këto rritje dhe këto standarde që përpiqet të
po themi të arrijë. Dhe biznesi vogël për të mbijetuar do të ketë tendencën për të shkuar tek informaliteti, por qeveria duke përpiqur për ta formalizuar, çfarë do të bëj? Do të bëj përplasje dhe do të çojë në atë që ne ja kemi të gjithë frikën, mbylljen ndoshta shumë të madhe të bizneseve të vogla dhe të mesme. Dhe kjo do të na përballi me elemente të tjerë që do t'i diskutojmë ndoshta në një moment të dytë. Qartë, mirë, Arsida, kemi arritur në fund, falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua, faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me Arsida Gjylin. Këto ishin dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës sot me të cilat diskutuam, pra nga tensionet globale për testimet bërthamore dhe urdhrit ronditës i Turqisë për arrestimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, te hetimi i SPAK ndaj Belinda Ballukut dhe rritja e pensioneve dhe pagave në vend. Me kaq përmbyllim për ditën e sotme, bashkëhemi sërish ditën e shtunë.